Jo, në rregull është, nuk u ndjente mirë për të ardhur. Tani, ta leke mesazhi para se të del ke studio, se gjërat janë varg. I kthej përgjigje rreth orës, unë e dija që këto hynin në xhirime X orë, dhe unë i kthej përgjigje çik më para. 40 minuta përpara se do të hyshin në. Dhe unë i them 1 2 3 4 5 pika, po ta kthej këtë përgjigje i thash unë vetëm për faktin se kuptoj që ti nuk e kuptuar akoma pse unë jam mërzitur me ty. Se më thot mua, ti ndikohesh nga të tjerët, ti kështu. Ta thash për çau zoom. Pra kush je ti të, ky thonë ti ndikohesh nga të tjerët. Nëse dhe unë i ktheva përgjigje, po zgjedh të ta kthej këtë përgjigje tani në këtë moment tash sepse e rilexova përsëri dhe po kuptoj që nga gjithë ky hartimi këtu i thash unë, nuk gjej një pikë që të kuptoj se ti e ke kuptuar për çfarë mua më ka ngelur hatri. Ai devionte komplet. Devionte dhe thonë ty të manipulojmë, ti kështu ti ashtu, ti kështu ti ashtu. Very case of him. Okej. Fix. Më kthen përgjigje dhe unë nga që pash kohën, unë nuk e dija do shkonte apo s'do shkonte, po unë personalisht nuk do shkoja në xhirime, nëse do isha në vendin e tij. Ose do shkoja në xhirime, do thoya, si puna, unë zgjedh që marrëdhënie, ta tërhiq deklarimin, jo marrëdhënie me tij. Ta tërhiq deklarimin. Jo më fare. Ti gocës po kthe mesazh. Unë s'po ikim në xhirim. Vazhdo jetën tatën timen. Ore, mos u merr fare me mua. Bëj zgjedhjen tënde, nuk e pse të më japësh mua shpjegim. Mua nuk e pse të më japësh shpjegim. Mirë, për sa kohë them që Nëse duket sikur hyn në xhirime dhe thot, e pyesin këto, ke folur me Stelinën, po literalisht të vetme mesazhe janë këto. Unë i kam çuar 2 mesazhe, të cilin njëri ishte ky që i kam thënë nuk e kuptoj, i kam çuar një mesazh të gjatë, i kam thënë nuk e kuptoj. A kuptove ti gjë nga unë? Pse ma ke shkruar këtë gjën kur ti se ke kuptuar gabimin? Po. Dhe mesazhi tjetër ishte kur unë e dija që ky kishte hyrë në xhirime. Dhe ky tek, pra unë i çoj këtë gjën se kuptoj dhe ky thot të sugjeroj thot të mos vish thot në xhirime sot, që të jesh më e qetë dhe të mos qash në studio. Dhe unë këtë mesazhin e shoh dhe nuk i kthej përgjigje derisa shkon ora që ky do hynte në xhirime. Dhe unë i them, po, sot nuk do të jem në xhirime, por jo sepse të dëgjova ty, po kësaj here, për herë të parë në gjithë marrëdhënien tonë dëgjova Stelinën. Pik, shnet. Dhe unë nga kjo kuptoja nëse kishte shkuar në xhirime apo jo. Ky mesazh nuk e pa. Kishte hyrë në xhirime. E pyet prezantuesja e programit, "Kesi thot pse je këtu sot kur Stelina nuk është?" Logjike. Se kushdo që do ta shifte atë emision do thonë, "Më fal, po ky çfarë do aty mrena? Sa është i deklaruar për Stelinën?" Ne pyetën se është. Po. Dhe e pyet që pse je këtu, ke folur me Stelinën? I thot, "Po kam folur." Po të them literalisht nga unë ai kishte marrë vetëm një mesazh nga dita e dieshme që kishim pasur xhirime deri të nesërmen. Unë nuk ja kisha hapur telefonin fare dhe një mesazh të vetëm ishte ky që ju thash që tjetrin ky se kishte lexuar akoma. Kam folur, tha. Po merr kohën e vet. Dhe i thot prezantuesja e programit, "Ti nuk e folur me Stelinën?" Thot, "Pse po gënje?" "Jo, kam folur." Thot, "Okej," thot prezantuesja, po spontanisht totalisht. Merrni thot pak Stelinën në telefon dhe ta pyesim Stelinën a ka folur apo jo. Jo, thot, ky nuk e pse merr Stelinën në telefon. Ka dalë në transmetim ky gjëja. Dhe i thot Megi, pse ke frikë thot që ta marrim Stelinën në telefon? Regjia tha, "Jo, lutem, fal, lidhe edhe një pak Stelinën, marrin në telefon." Ke folur tha me Kesin? Jo, i thashë. I kam kthyer vetëm një përgjigje dhe një tjetër ja kam kthyer kur e dija që ishte orari që ai do hynte në xhirime, i thashë. Për të kuptuar nëse do hynte apo jo. Kur të dali do e lexoj. Ti më shite për herë të dytë, ti kështu e ktheu komplet. Ti ma bëre, ti kështu, ti ashtu, ti kështu, ti ashtu. Nëse unë bëj një javë pauzë në program, mbas kësaj gjëje. Edhe shkoj mbas një jave tjetër. Na ve në përballje prezantuesja e programit. Folm thot mua. Flas unë thash? Më thon drejt unë çka kam pas për të folë kam thënë thash. Po. Nis përballja si përfundon? Keq fare. Keq fare. Nëse thot prezantuesja e programit, unë e di tha që ju keni bërë një deklarim, doni të shprehni tha për deklarimin? Po. Pa e mbaruar fjalin, ai thot, unë e mbaj deklarimin tim. I qëndroj felvet mia. Vazhdoj të jemi deklaruar për Stelinën. Më pyet prezantuesja mua, i them unë do marr një pauzë, por nuk shprehem e tërheq. Dua. Apo e mbaj. Do marr një pauzë, thash. Bëj pauzë gjatë kësaj kohe, unë nuk bëj takime, ai nuk bën takime. Vetëm shihesh në 3 studio. javë. Po, vetëm shihemi në studio, kjo gjëja ndodh për 3 javë. Rrjesh. Si ti e shumë domethënë të kesh ishte dashur në një program të mëdhenj, më ishe dashur këtu?
e ishe dashura me gjithë këto situatat Divje që po të fes them. me udhra. Me gjithë këto Gjevati. situatat që po të them. Me gjithë këto situatat që po të them. Me gjithë atë nisë. Prandaj më bën përshtypje që të thot S'do rrie. Me ata, Së do rjetë? s'merë shafare. Me ishtë dashur në këtu brënda? Ti je detyruar që Je detyruar. Po ja pra, si dhe aq e detyruar, se kjo e ka pas mundësinë që ta shifte atë që po hynte Se djezër. dhe të tërhiqej po donte. Po pse do të rriqet Pse se ka duaj? pas përpara? Unë po them që Okej, ke pas ajo nuk është opsione. detyruar, kishte opsionale.